pavarësisht gjithçka e frikës dhe çdo gjë tjetër, siguria e një individi që djali I shkon në shtëpi e bisedojnë, pra që do thot harku kohor. Pastaj ka një armë që është një armë jo dosido. Është marrë në telefon. Jo, ishte ka shkuar në shtëpi, me thënë fitimi sakt. Se detajet me diferencën. Edhe për konfliktin shkaku për base sportive policia nuk e pranon. Po për te shkaku, thuhet që është banal për motive dobta, edhe mua nuk më figuron kjo për base sportive. Base sportive motive dobta do s'po ta marrim kështu në linjë. Ka një shkak tjetër, nuk janë base sportive. Do të jetë pikërisht pra, se këtu duhet të dalë dhon. Pra, ky individi konfliktohet, shkon në shtëpi, flet me tjatin, diskutohet, pra që do të thot ka një kohë, një pauzë reflektive për sa I përket momentit të gjatë nxehtësisë, pra që nuk është veprimi bërë në gjatë nxehtësi, fare, as pak, ka një armë të këtij niveli të cilin e ka në shtëpi, sepse e ka një armë të tillë, dhe totalisht pas një lloj problemi lëviz, do të thotë që ka dhe një garanci më tepër. Pra dikush tjetër që është pak më lartë, shumë më lartë, o në grupet kriminale o në bashkëpunim me ca struktura. Pse mos themi mendërisht nuk është në rregull ky njeri. Jo, s'është fare, është shumë në rregull. 67 vjeçar. Është shumë rregull, po e thej kështu na, po e thej kështu Ka dhe një detaj që bjen dakord me zonë Demalia, ti shoh se ka qenë gjendje të dhëur. Gjendja e dhëur është rrethar rënduese në këtë rast. Në këtë rast është rrethar rënduese dhe nuk është fare për favor të atij. Fare. Pastroj logjikën. Një njeri, një baba 67 vjeç, që shka fëmija janë kohët, dhe merë automatikun, dhe nuk me në pasojat që do të ketë ky vetë dhe fëmija. Po babaj është, po pra ne po them, po nuk është një... babajt, se o gjithë babalarët janë shqimtore, jo gjithë janë të këqinj. Ore nuk thë... Varet. Unë po them, personalisht, fakti që është një familje që ka një armë të këtij niveli, të këtij kalibri, brenda në shtëpi, tregon që kanë probleme. Fillohet këtu historia. Po armë kanë gjithë, më janë armët e 97-ës, akoma në përdorë. Po nuk është armë në 97-ës. Jo, ka rëndësi, se është tipologjia armës që pse duhet jetë aty. Ka rëndësi, dhe kur puna për ndërtimin e ngjarjes, shifen gjitha detajet. Unë nuk mendoj që është thjesht dhe vetëm kaq. Nëse çështja është në tim dhe shumë shpejt. Njëra parë jemi të qetë që kjo s'kishte lidhje me Partisë Socialdemokrate. S'ka lidhje as me fushatën. S'ka lidhje me fushatën. Por, kur do të gjatë fushatës, është mirë që s'eron gjë. Da të shapi nga sheqeri.